Bujësia po profilizohet gjithmonë më shumë si sektori shpëtimtar i ekonomisë që po mban gjallë rritjen e saj duke shmangur rënien e vendit në recesion. Të dhënat zyrtare tregojnë se pas vitit 2009, kriza e ka goditur të gjitha degët e ekonomisë, duke sjellë uljen e fortë të prodhimit dhe kontributit që ato japin në rritjen e ekonomisë kombëtare. I vetmi sektor që ka mbetur jashtë kësaj tendence është bujësia. Sipas Instatit në vitin 2010, prodhimi bujësor u rrit me 7.9% krahasuar me një vit më parë. Kjo bëri që gati 40% e rritjes totale ekonomike të atij viti të vinte vetëm nga bujësia. Shifrat tregojnë se prodhimi bujësor ka luajtur rol kyç në zbutjen e krizës edhe gjatë viteve pasardhëse. Në 2011, prodhimi i fermave kontriboi me 0.7 pikë në rritjen totale të ekonomisë, ndërsa pas këtij viti, roli i bujësisë u bë edhe më jetik për ekonominë. Sipas Bankës së Shqipërisë, në vitin 2012, bujësia e vetme e rriti prodhimin kombëtar me 1.1% nga 1.5% që ishte rritja totale e ekonomisë në atë vit. Për vitin 2013 të dhënat nuk janë të plota, pasi Instati ende nuk ka raportuar shifrat e tremujorit të katërt. Por për 9 muajt e parë të vitit ato tregojnë se nëse bujësia nuk do të kishte vazhduar ritmet pozitive të rritjes, ekonomia tashmë do të ishte në recesion, pasi sektorët e tjerë kanë shënuar rënje të thellë. Ekspertët thonë se bujësia është një nga sektorët me potencialet më të mëdha për të rritur ekonominë. Madje edhe Banka e Shqipërisë prej disa vitesh ka kërkuar me ngulm nga qeveritë mbështetje më të fortë për këtë sektor, që sipas saj duhet të jetë në themel të modelit të ri ekonomik.